Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas zhvillimeve të fundit në procesin e integrimit evropian, teksa thotë se Shqipëria ka shënuar një tjetër sukses në negociatat me BE-n. Në një reagim në Facebook, Rama hodhi poshtë pretendimet e opozitës për bllokim të negociatave dhe ndëshkim të Shqipërisë nga Bashkimi Evropian. Ai akuzoi kundërshtarët politik se kanë dëmtuar imazhin e vendit në arenën ndërkombëtare përmes protestave dhe deklaratave të tyre. Thanë negociatat u bllokuan, thanë Shqipëria u ndëshkua, thanë Europa u zgjua dhe narkoregjimi u zbulua, shkroi Rama, duke shtuar se opozita humbi përsëri ndërsa Shqipëria përsëri fitoi. Sipas kryeministrit, më 26 maj në Bruksel, konferenca ndërqeveritare Shqipëri-BE do të vulos me sukses fazën hyrëse dhe do të çel fazën përmbyllëse të negociatave të antarësimit. Rama e cilësoi procesin e integrimit si një histori suksesi që sipas tij po ndërtohet me vizion, punë dhe përkushtim hap pas hapi. Kreu i qeverisë shprehu gjithashtu mirënjohje për institucionet shqiptare dhe ekipi negociator që po punon për antarësimin e vendit në BE deri në vitin 2030. Kjo është një tjetër ditë krenarie për Shqipërinë, për skuadrën tonë të madhe dhe për të gjithë ata që përfaqësojnë vendin në tryezën e negociatave për Shqipërinë 2030 në BE, thekson Rama. Reagimi plot i kryeministrit: thanë negociatat u bllokuan, thanë Shqipëria u ndëshkua, thanë Europa u zgjua dhe narkoregjimi u zbulua, u lëshuan rrugëve me molotov për ta djegur Shqipërinë në sytë të huajve, u lëshuan nëpër Europë me thas balte e llumi për ta zhgaravitur Shqipërinë në sytë të huajve. U gënjyen si gjithnjë nga mendja e tyre dhe gënjyen edhe ata gjithnjë më të pak që shkojnë me atë mendje. Humbon përsëri dhe Shqipëria përsëri fitoi. Më 26 maj në Bruksel, konferenca ndërqeveritare Shqipëri-BE vulos me sukses fazën hyrëse dhe çel fazën përmbyllëse të negociatave të antarësimit. Sepse ndryshe nga si e përflasin ditën natë ata që gjithnjë humbasin në fund, Shqipëria europiane që po ndërtojmë është një histori suksesi, e cila shkruhet me vizion, punë e përkushtim hap pas hapje, në fund gjithnjë fiton. Kjo është një tjetër ditë krenarie për Shqipërinë, për skuadrën tonë të madhe, për të gjitha repartet e saj në çdo pjesë të fushës së përgjegjësive publike, për shumicën parlamentare, për qeverinë, për institucionet e pavarura e sigurisht për ata që i përfaqësojnë ato në tryezën e negociatave për Shqipërinë 2030 në BE. Urime të gjithëve, mbi të gjitha faleminderit çdo shqiptari e shqiptareje që na beson e na mbështet në rrugën e këtij misioni historik, shkruan Rama.